Kur ministreja dikushme e kulturës, Mirela Kumbaro, e quajti pikës të vogël copën e parkut Butrintit që do të shkëputej shqiptarëve për të kthyer në resort privat, askush se imagjinonte se ajo pikës do të rezultonte në një masakër të përmasave të tilla. Sot, ajo pikës është ndëruar në një koloni betoni, një mur vilash të ngjeshura që kanë zaptuar çdo centimetër të plazhit të Manastirit, një nga gjiret më të bukura të rivjerës shqiptare. Në foton që shoqëron këtë denoncim, nga ajo që shfaqet, duket qartë se si kodra është hapur me ekskavator, gërmuar, prerë, rrjepur, vetëm që t'i hapet rrugë betonit. Në vend të gjelbërimit dhe terrenit natyral, shihet një masiv i shpatruar, i kthyer në kantier të një qyteti fantazm, me vila të rreshtuara si bunker me ngjyra të lara për t'u bërë më të lehta për stomakun publik. Ky është vizioni që qeveria e quan investim strategjik. Mbrapa këtij investimi, që po glabëron një pasuri kombëtare, qëndron biznesmeni Sadik Ismailaj dhe kompania e tij Alpstar ShPK, të cilët në dhjetor 2021 u shpëllën zyrtarisht investitor strategjik nga Komiteti i Investimeve Strategjike i drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Vlera e projektit 28 milion euro për të ndërtuar një resort me 10 ranjësi akomodimi, hotel, bar, restorant, pishina dhe struktura të tjera që mbulojnë një sipërfaqe prej 53.467 metra katror në Kasamil. Po flasim për territor që vetëm pak vite më parë ishte pjesë e parkut kombëtar të Butrintit, por qeveria me 2 lëvizje të koordinuara fillimisht zvogëloi hartën e parkut dhe më pas ia dorëzoi menaxhimin një fondacioni privat, duke hapur rrugën për privatizimin e gjirit. Rezultati? Plazhi Manastirit, dikur i hapur për të gjithë, tani do të jetë pronë atyre që kanë 4.000 euro për metër katror, ndërsa qytetarët duhet të lënë syt pastelave dhe rojeve të resortit. Për shqiptarët, mbeti vetëm cinizmi i ministres Kumbaro. Kjo është vetë se një pikës e vogël. Në teren, siç duket qartë në foton e sotme, ajo pikës është ndërruar në shembullin më brutal të shkatrimit të mjedisit për t'i hapur rrugë betonit dhe interesave private.